Përshëndetje në këtë takim të radhës, ku ju e shikoni që jemi pozicionuar në një odë së bashku me të gjitha tertipet, themi në shprehje labe, që na shoqërojnë në këtë tavolinë. Jemi pozicionuar këtu sepse do të zhvillojmë një bisedë me një personazh i cili është banor i këtij fshati, por që prej më shumë se 35 vitesh jeton në shtetin e Italisë, në Rimini, aty ku ka ndërtuar punën dhe familjen e tij. Jemi tek shtëpia e Ardian Namik Ferraj. Ardiani është djali i Namikut dhe i Dylberes, dy prindër të mrekullueshëm të cilët lanë pas gjurmët e tyre dhe emrin e mirë në fshatin Mërtiraj, në lagjen Mustaj, këtu ku Ardiani ka ndërtuar një shtëpi duke ruajtur themelet e shtëpisë së hershme të prindërve dhe gjyshrëve të tij. Është një zotëri burr, është në prag të 60 vjetorit, baba i 3 fëmijëve, i 2 djemve dhe një vajze, dhe është edhe një bashort. Mirë se të gjetëm, Ardian. Mirë se erdhët. Do ta bëjmë siç e ka zakoni. Do ta bëjmë siç e kemi zakon. Do të shrakin. E pastaj do ta nisim këtë bisedë së bashku. Po. Hajde mirë se erdhët. Mirë se të Në Gorisht Mërtira. Raki fshati, ë? Raki fshati puro. Hajde gëzuar. Duket se është goxha e fortë. Ardian. Urdhëre. Mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët. Edhe Në shtëpinë tonë. mirë që ke punuar dhe ke ruajtur traditat e hershme të familjes tënde, të gjyshrëve të tu edhe të prindërve të tu, edhe ne u munduam sadopak t'i përshtateshim asaj kohe, këmbkryq me shilte, Po. me një sofër, ku kemi frutat e familjes tuaj, pra të kopshtit Po. tuaj, portokalle, të rushin, edhe rakin që është e juaja. Ju falenderoj që erdhët dhe më gjetët. Ishte Dhe kënaqësi. do bëjmë një bisedë të lirshme. Shiko, ne duhet bëjmë një bisedë lirshme për të përcjellë jo vetëm emocionet e gjithë rrethi familjar dhe shikuesit që e ndjekin podcastin një jetë, por për të përcjellë dhe një mesazh tek brezat e rinj, se si ndërtohet jeta me mund sakrificë djers për të triumfuar dhe për të qenë një njeri i respektuar nga komuniteti ku jeton, por edhe nga familja. Ardian, unë nisa në krye të herës që ju jeni djali i Namikut të ndjerë dhe Dylberes, apo jo? Po. Kush ishin prindrit tuaj? Prindit e mi është Namik Ferraj dhe Dylbere Ferraj. Me origjinë? Me origjinë autoktone Gorisht Mërtiraj Mustaj Lagja. Lagja. Pra babai jotë dhe nëna juaj janë njohur këtu në këtë fshat. Po, baba ishtë njohur, kam bërë shkollën bashkë në Regjepaj, që është gjithmonë krajina Gorisht. Aty u njojtën, u dashuruan, pastaj u bë me fëmijë. mbles. Kemi disa momente këtu që ti mi ke treguar para se ta nisnim këtu. Ky është baba jote. Po, babai. Ky është baba jote. Keni një ngjashmëri fantastike. Faleminderit. Edhe nuk e di, ndoshta dhe fëmijët e tjerë ngjajnë, po jo sa ngjani juve. Po ndoshta i pari I pari, kimet i parë. Edhe këtu një moment gëzimi i tij apo jo? Po, këtu në këtë shtëpi. Në këtë shtëpi. Ardian, kjo është një odë ku pak më parë më tregove që këtu mblidheshin burrat edhe ku vendonin. Po. Këtu ndonin labe. Këtu bëjshin gjitha ku vinin miqtë, dasma të mira edhe raste të këqija. Po e keni ruajtur, dysheme? Ne kemi ruajtur komplet, kjo është siç është bërë në 1955. Dhe jemi munduar që ta mbrojmë të jetë sa më reale, sa më në mod antike. Antike, për të ruajtur atë. Dhe kemi ruajtur gjitha pjesët e saj, siç e shikoni edhe vetë. Me restaurimet lehta po i keni ruajtur? Gjëra të lehta po e kemi lënë siç ka qenë. Do donim shumë që edhe për gjitha ata shikues të cilët nuk janë nga Labria ta kuptojnë pak saj që ulja në formë të tillë këmbkryq themi ne, bëhej nga burrat edhe në odat e mëdha ku priteshin miq, zhvilloheshin dasma, po dhe ahengje të tjera të cilat lidheshin me ditëlindja apo festa tradicionale të familjes. Kështu që dhe ne u munduam të bëjmë një ulje të tillë për të rikujtuar edhe një herë gjyshrit tanë dhe prindrit që dikur ata e kanë bërë këtë ritual. Babai çfarë ka punuar? Babai im mbaroi shkollën ekonomike në Tiranë. U punësua në naftë në Mërtiraj. Mbas asaj për ngritje rroge, kaloi punonte me traktor, me pastrimin, për të marrë diçka më tepër. Nëna? Nëna ime ka qenë
një pjesë shtëpiake dhe një pjesë në kooperativën bujqësore. Si u njohën këta të dy me njëri tjetrin? Këta të dy ishin në shkollë, 7 vjeçare quhej ajo. Aty u njohën në Rexhepaj. Me misi me punë. Ky babai kishte një fizamonik që mblidhte këta të rinjt, aty u dashuruan, domethënë. U njohën vetë. U njoh vetë. Edhe vazhdoi, pastaj me mblesi, Me misi. dërguam një mik që ishte në Rexhepaj. Që shkoj t'i kërkon të dorën. Sherifi si quhet, dhe ai vajti e kërkoi te Xhelal Mamuti në Krua të Copës. Faktikisht ju thatë dërguam një mik, po miku kishte shumë rëndësi asaj kohe, sepse ai e bënte misin apo jo. Emri i tij, fjala. Ata dërguan një mik që e kishin mik familjar. I tha, Mitat Brahimi i tha, do vesh, do kërkosh të binë e Xhelal Mamuti. Mori rrugën, vajtën, bujrum, hëngrën, pinë, i dha Allafi, kështu. Asaj kohë Ardian nuk kthei fjala. Kur të vinte një mik shtëpi kërkonte dorën e vajzës, ishte shumë vështirë të kthej mbrapa. Jo. Sepse këto ishin miqësitë e le të themi të shëndoshta. Që vinte një mik i cili gëzonte respekt në zonë, në fshat, në lagje, në fis, edhe njerëzit e respektonin për njeriu që ishte, por respektonin edhe familjen që kishte ardhur të kërkonte dorën. Po, këtë drejt. Në radhë parë njerë, baba im e kishte pikatuar që kjo ishte familje fisnike, familje mirë, familje dhe më që ishte dikushi, edhe aty pasaj u fut. Labëria ka një shprehje ku thotë mallin e mirë asnjë se nxjerr jashtë. Shush? Ta ka rënë të tradit. Sa fëmijë sollën jetë çifti, babi dhe mami? Baba im dhe nëna ime sollën 8 fëmijë. 3 djem dhe 5 motra. 5 motra. Si ka qenë për ty fëmijëria të rritesh mes kaq shumë vëllezërve dhe motrave? Fëmijëria ime ka qenë një fëmijëri e mrekullueshme. Domethënë, kemi jetuar mirë, jemi rritur mirë, të veshur, të mbathur, me të ngrënë mirë, dhe kemi mësuar, si dhe ai profesor Qemali na ka edukuar shumë mirë në shkollën tonë, ku kemi edhe një fotografi aty po ta gjesh, ku ishte e shkollës, ja ku e kam këtu. Jemi munduar që kemi, këtu është vëllai im Agim Ferra. Aty është Qemali, aty është profesor Vangel. Jemi munduar që të ishim sa më shëmbullor në shkollë. Edhe ashtu doli. Edhe duket këtu gjithë ajo, çfarë viti bëhet fjalë këtu? Ky është vëllai im në klasën e 7. Pas keni shënim, 86. Ja të kështu shpëtë. 86, po duket edhe mirëmbajtja e mësuesve tuaj. Ka qenë një këtu në Mërtira, ka qenë në Mustaj, ka qenë një shkollë shumë e mirë, shumë e praktikuar. Edhe kishte shumë goxha nxënës, mbi 350 mbaj mend që ka qenë nxënës. Ishte një zonë pothuajse qytetëruar mirë. Ardian, tu gati 30 kilometra, le të themi se Gorrishti është krahin, dhe faktikisht ka ekzistuar ndërkohëra si krahin, ka funksionuar si krahin, me 3 fshatra, Mërtiraj, Rexhepaj dhe Hadëraj. Mërtiraj është një zonë ose një fshat që është shumë i populluar nga puset e naftës, dhe ku pothuajse banorët janë larguar, nuk ka shumë pak familje që jetojnë. Janë apo si janë 10 familje të cilat jetojnë. Ama këtu investimi është bërë madhështor, se unë e shikoj këtë gjë dhe kam parë, po si është të rikthesh pas kaq vitesh në vendin tënd? Mbas 35 vitesh emigrim, nuk është e lehtë, po nuk është edhe e vështirë. Pse? Se unë jam rritur këtu. Kam kujtimet e mia, kam pronat e trashëguara të Astër gjyshi, na gjyshi, na babai, dhe nuk e kisha shumë të vështirë të kthesha për të bërë investim, domethënë për të riparuar shtëpinë atë parë, për të mbjell lishten, që arritëm deri në 2000 rënjë që i mbjell. Jemi drejt shërbimeve që u bëjmë, edhe ata kanë filluar të japin një pjesë prodhim dhe pjesa tjetër avash do hyn prodhim. The që u rritën një familje të shëndosh me dashurinë e prindërve dhe me kujdesin e tyre, po dhe me edukatën që morët. Sigurisht që kjo ka qenë edhe trashëgimi, edukata dhe ajo që çfarë ata kanë përcjell tek ju nga gjyshrit tuaj. Kush ishin gjyshrit tuaj nga babai? Nga babai ka qenë Mitat Brahim Ferraj. Në mos gaboj, këtu është gjyshja nga... Kjo është gjyshja nga babai. Nga babai, po. I mban mend gjyshi dhe gjyshen? Si mbaj mend. Patjetër, po. Gjyshi më mbante
mbas vetiu derisa ai ndroi jetë. Më ka dashur shumë, më mbante shumë mirë. Edhe këto fotografi Dhe unë kam ato kujtimet e mia shumë të mira për gjyshin tim. Çfarë fiziku kishte gjyshi juaj? Si visheshin asaj kohë? Gjyshi im ka qenë një burr shumë fisnik, ka qenë një burr shumë i dashur dhe nga njerëzit, me mustaqe, nga të gjithë me veshje zona tipike këtu për kohën? e kanë njohur për burr shumë fisnik dhe njeri shumë i dashur me popullin. I fjalës. I fjalës, i burrisë. Ka duket dhe në prezencë për burrinë e tij. Edhe nëna, Gjyshja nga gjyshja me origjinë e gjyshit vjen nga Dorza. Nga Dorza. Njerëz fisnik dhe kur gjyshja ka ardhur këtu ka qenë e vogël. Bile edhe kur erdhi që andeja tregon unë kam ardhur me një qirak të ndezur maj mushkës dhe e prura të qirakun e ndezur dhe e çova tek ai ulliri që është aty mbas shtëpisë. Erdhi që andej në mushkës ka mbajtur qirin një kandel ndezur, kandil quaj, ndezur. Pse ishte ritual apo? E pruri të ndezur se thoshte që unë dua ta ndes dhe atje ku vete. Edhe e ndezi, ajo i bëri këto hodat, këto shtëpit që shikoni ju i ka bërë ajo. Bravo. Edhe ne për të mbrojtur atë që ajo e kishte një merak, e riparuam dhe ëndra sa i vajti realitet. Edhe ju po e mbani ndezur atë. Po e mbajmë ndezur. Do ta vazhdoni ta trashëgoni vazhdojmë. Urrite, vazhdove shkollën, urrite, në çfarë moshe je njohur me bashortën? Që të them, kur 18 vjeç unë urrita këtu. Ika ushtar, mbas ushtrie u kthyem dhe punova në Tiranë, në Balies. Se kemi disa fotografi të tua të Tiranës. Po, Tiranë, kam punuar në Tiranë. Po. Të cilat ti, me sa shikoj ti që nga një koleksionist i mirë i fotografive, sepse i ke pasur shef që të ruash momente dhe kjo është gjë e mirë sepse e shohin sot fëmijët e tu. Më pëlqen. Po. Mbasi punuam në minier, u thye sistemi dhe ika një vit në Greqi. E pash që në Selanik nuk më pëlqeu shumë. Ilegalisht. Ilegalisht, nuk më pëlqeu shumë. U hodha u futa për Shqipëri dhe u hodha në Itali. Me çfarë ikën në Itali? Herën e parë ika me Anije Vlora. Si ka qenë ai moment? Ishin 20.000 persona brenda, ku ata Anije e kthyen mbrapa, ishte Prodi, kryeministri, e ktheu mbrapa. Pse? E ktheu se nuk pranoi në atë moment 20.000 njerëz që ishin atje dhe na kthyen mbrapa. Si qëndronin 20.000 njerëz? I morën i futën në stadion Barit. Po brenda Anije si qëndronin ti? Po, Anija i përballoi. Kishte edhe sheqer që vinte nga Kuba. Edhe prap u ktheu mbrapa me sheqer me gjithë 20.000. Po si ka qenë për ty ai udhtim? Ishte udhtim shumë i vështirë, pa bukë, pa ujë. Sa ditë? Edhe një 5 ditë ndenjem në stadion Barit të mbyllur pa bukë, pa ujë. Idhin në ujë vetëm me helikopter në lart e kaq. Kur u hapën dyert të portat e stadiumit, dolën njerëzit dhe ata e rrethuan komplet barin, i morën gjithë njerëzit dhe i kthyen me avion edhe me draget. Edhe unë më ktheva me avion. Vajta në Balies ku kisha dhomën, aty pastaj ndenja pak dhe kemi harë me motoskaf për në Lecce, pastaj ajo që definitiv dhe që unë ndenja në Itali. Në Itali, po familja e kësaj kohë? Në 92-shit kam arritur në Itali. Familja e kësaj kohë, si e përjetoj faktin që ti ike me një Anije 20.000 veta? E përjetoj si gjithë tjerë, me vështirësi. Ti ishe fëmija i madhe? Ishe fëmija i madhe. Vazhduam klandestin kemi qenë. Deri në 1994 ka qenë klandestin. 2 vjet i qëndrove? Kam punuar po klandestin 2 vjet. Ndora në Laostën të bëmi kërkesë pune, mora në Laostën në vinë në Shqipëri. Ndërkohë ishe 20 vjeç, 21 vjeç? Ndërkohë u rritën vitet. Harita 27 për 28. 27 për 28. Kthehem dhe marrë vizë pune, aty pasaj janë mblese njëjtë me Albana. Bashorte? Me misi. Albana është nga? Nga Dushkaraku, Sevaster. Sevaster. Bëm atë fejesën, nga fejesën, i thash unë, mendoj që do ikin në Itali se kam punën, kështu që do të marrë shpitime, se nuk e di për sa më të kthehen për një vit edhe. Era Shtazan me Donaldin, me djalin. Pra, ju bët fejesën dhe kjo u quajt edhe martesa ju? Kjo u quajt fejes martes. Sa i veshje me kostum kështu, e kam këtu ka dalë mbasi bëm
ishte një darkë të vllajt saj, u veshëm edhe. Që e kishte merak? E kishte merak. E kishte shumë merak që nuk ishte bërë dasëm, apo jo? Në 96, pasaj në fund të 96 mora familjen në Itali. Me një djalë. Ardian, më thej që këtu deri ja ku është kjo fotografie? Kjo, për këtë e ke fjalën. Që u veshët me kostum për të realizuar ëndrrën. Për të realizuar ëndrrën, po. Tuaj. Tani, më thej që 18 vjeç kam kujtimet e mia këtu. Çfarë mban mend këtu ti? Çfarë kujtime shruan ti ose cilat ka bërë ty më shumë përshtypje që e mban mend dhe nuk e harron asnjëherë? Tash ti përshtypjet e mia janë shumë të mira këtu, se ne në zonën përtej ku quhet Livath, ka qenë një zonë shumë e mbledhur, shumë e mirë, me vatrikulture, me fush sporti, me bilardo, me fush sportive për gjimnastik. Gjimnastik? Me i ke patur të gjitha të mirat në atë zonë ku quhet Livath. Dhe një fëmijë, po pati për të lozë, po pati për të ngrënë, po pati një shoqëri të mirë, ndihet mirë. Unë jam ndjen mirë. Pra ti ndan kujtimet më të bukura nga ky vend. Unë ndaj kujtime më të bukura, siç mund i ndajnë edhe shokët e mi, se i kam shokët e moshës gjithë. Po. Kështu që domethënë nuk ke asnjë moment të mira. veçuar sepse të gjitha momentet kanë qenë të bukura. Unë kam mbresa të mira. Unë mbresën më të vështirë që pata këtu kur më vdi gjyshi. Kur vdi gjyshi, pse se isha 6-7 vjeç, aty s'kisha pa në njëherë. Çfarë mban mend asaj? Po mbaj mend që në këto hot që u bëshin shumë dasma, shumë misi, kërcenin, këndonin, atë pash një moment të shtrisht. Për si fëmijë, po to? Gjithë njerëzit me rroba të zeza. I pash me rroba të zeza, normale, edhe që një trishtim për gjithë fëmijët e këtij trolli. Pse se s'kishin parë ndonjëherë çfarë do të thoshte. Ja. E përjetuat keq vdekjen e gjyshit? E përjetuam keq edhe kjo ka qenë. Gjyshi me gjyshin kanë jetuar me prindrit e tu? Jo, ishin 3 shtëpi bashkë, por rrinin me të vogël. Po jeni shumë afër dhe infrastruktura është 4-5 metra nga shtëpi. E lam aty ku u martove, bëre fejesën dhe u martuat. Bashorten e more me njëherë në Itali apo? Jo, ra shtatzan dhe Brnavitit e kanë tema. Brnavit. Erdhi një fëmijë i parë që ka emrin? Quhet Donald Ferraj. Donaldi. Djalë. Ju besoj shumë të lumtur sepse ne kemi dhe për traditë e zakon që djali gëzon. Në momenti kur vajti në spital për lindje, më kanë marrë telefon dhe vajti në spital. Kam të bërë 9 orë udhëtim për të ardhur në Otranto dhe atë natë që unë kam ardhur atë natë lindi djali në 3 natë. Si e përjetova atë moment? Shumë bukur. Kisha rreth 15-20 veta që i kishin përjashtë me zi prisin ku do hanin, ku do pinin. Të bënit gëzuar, e? Po, shumë bukur. Shumë bukur. Djalë, fëmija i parë, normale, trashëgimtar direkt. Edhe ju s'kishte lumturi me të. Ishte kënaqësi, Edhe bashortja, nuk që lindi djali i parë? Ja më e bukur ka qenë se kishim erdhën miq, domethënë për të bërë urim. Tha plaku. Hajde gëzuar or djalë, tha. Baba jot. Të bëhet me ju mërtha edhe të punëve gjatë alian si që ma ke punuar mua ti. Po pëse po qatë kam bërë? Ma qatë, do t'i vda ma ti dhe ku majshë edhe. Mirë, hajde një gëzuar për të Hajde gëzuar. Ta kesh me jetë gjatë. Bravo. Si vazhdoj jeta jote në Itali pastaj? Jeta ime në Itali... Çfarë punoj jeti asaj kohe? Me çfarë merresh? Unë nga që mora zanatin minier si saldator, zanatin ka qenë vetëm saldator në Itali. Saldator. Ka qenë i vështirë? Jo, një zanat qofse nuk e dashuron, nuk e bën dot. Unë atë zanat e dashurova dhe është si pune kur dashurohesh me njëri që se lë dot. Si që jam me nësër time. Kështu e krasanti, bravo. Po do me thënë është zanat i vështirë? Është zanat i vështirë, po të thash. Po e dashurove zanatin, nuk të lë. Edhe zanatin nuk të lë kur pa gjë, nuk të lë kur pa buk. Zanati, kush ka zanat, ka mirësin në shtëpi, se zanati nuk të lë kur pa gjë. Do me thënë, ta bje bukën kur duash. Ju, asaj kohë u sistemuat, morët një shtëpi në Itali, si jetonit asaj kohë? Me qira dhe sa u rritën fëmijë. Ishte e vështirë ekonomia asaj kohë? Në fillim e vështirë ka qenë. Për gjithë shqiptarë ka qenë e vështirë. Kush më thotë që nuk ka qenë e vështirë, do të thotë që gënjen. Nuk thotë vërtetën. Nuk thotë vërtetën. Në jetë do të thosh gjithmonë të vërtetën, se njeriu që thotë të vërtetën del gjithmonë në dritë.
Bashortja e donte të vinte në Itali, jetën në Itali? Normal, po. U ambientua me U një? ambientua, avash. Të dy fëmijët e tjerë edhe në jetë në Itali apo jo? Po. Djali është i dyti apo vajza? I dyti është Simone Ferraj. Simoni erdhi pas sa vitesh lidhjes? Pas 5 vjetësh. 5 vjetësh. Një djalë tjetër në familje, një lumturi tjetër e dytë. Një gëzim i madh. Por ama ju e donit një vajzë përderisa sollet në jetë? Mbas disa vjetësh akoma erdhi edhe vajza në 2008. Si quhet vajza? Melisa Ferraj. Edhe Melisa ta gëzoj emrin. Prindër të 3 fëmijëve. Prind 3 fëmijë. Që djali i madh sot 3 është? fëmijë të mrekullueshëm. Sa djali i madh sot? Sot është 29. I dyti? 23. Vajza? 17. Edhe me të tre je shumë i lumtur sepse kanë ndërtuar një jetë të tyre dhe ata dhe janë, domethënë, në sy tuaj, domethënë njerëz të realizuar. Shiko, jeta, domethënë, ne u munduam që t'u ndërtonim sa më mirë, edhe u kemi ndërtuar. Ardian, tash jeta do të ecë pak me këmbë të tyre. Ti je i gjithanshëm, se pak a shumë Mundojmë. Jo vetëm që je një person që je një individ i suksesshëm në karrierën dhe në jetën tënde. Pa mundim s'ka gjë. Por familja është këtu në fakt, edhe po ta shikosh familjen janë të gjithë. Edhe faktikisht ke rritur fëmijë të mrekullueshëm. Mundojmë. Kush mundohet del rezultati. Ti takoj dhe bashorten tuaj edhe të shkëmbej biseda, por sinqerisht më ka bërë përshtypje kultura, edukata edhe natyra që kanë fëmijët e tu. Shiko, i themi ne, jo ne na gorish, po qa do mbjellësh atë do korrësh. Po, e keni trashëguar. Mundovaj të mbjellja fart mirë. Shumë mirë. Edhe ata kanë trashëguar edhe dashurinë për vendrin. Çfarë keni ndërtuar këtu, domethënë je munduar që t'ua trashëgosh edhe atë. Po. Bashortja juaj çfarë punon? Aktualisht bën pizzeri. Është në pizzeri. Aktualisht. Ka punuar një jetë të tërë? Ka punuar. Si ka qenë? Shumë vite ka punuar. Ka arritur 22 për 23 vite i ka bërë që është me rregulla 100%. Kështu që le tash mirë, kemi arritur mirë. Aktualisht keni shtëpinë tuaj në Itali apo jo? Po. Keni bler shtëpinë tuaj. Pikërisht ku? Në Rimini the? Në Rimini, afër Republikës San Marino, 5 kilometra nga Republika San Marino. Si është jeta aty? 35 vite aty? 35, jo. Jeta është si ta kërkosh. Se ti e kërkon mirë, ajo të gjen për mirë. Se ti e kërkon që nuk ngrihesh dot na gjumin mëngjes, ajo nuk të kërkon për mirë. Kërkon për gjumash. Shiko, ne mund të bëjmë një krahasim shumë të thjeshtë të Ardianit tuaj. Ardianin e emigrim. 93-shi. 92-shi këtu. Po sa vajt. Sa ke vajtur në emigrim? Po sa vajt. Duke në kushtet. Vitet e parë, duke kushtet vetë. Shiko, unë flas me realitet, se çdo gjë ta tregoj edhe me foto. Edhe këtu, fiziku edhe kush ta tregon me foto është do të thotë realist. Edhe më vjen mirë që ke mbajtur momente të tilla dhe të ruajtura. Këto janë momentet kur unë bëja relaks në pak sport. E ke pas qef pasion gjithmonë sportin? E kam pas qef. Edhe këtu kur e kurosja rrobat e mia. Pra kur realizoje ato punët që i duhesh. Do i bëja vetë. Isha vetëm. Bravo Ardian, bravo. Aty janë foto kur isha i qefi kur dilim në borë. Si u zhvillua jeta Ardian? Si u rritën fëmijët? Çfarë studiuan fëmijët? Si ka qenë jeta për ata? Ja dhe mishi pjekur, labëri, tradit e labërisë. Edhe që ishim atje, bërim dhe një mish pjekur, normal. Pra në Itali këtu. Po. Edhe atje ju e bëni të ritualin tonë. Po. Këtu është, kur ju ti ke bërë, ndoshta... Kur bënim shpezën e muajve të parë, i kontrollonim, i shikonin të mos shisin me skadencë. Shumë mirë, më vjen mirë Ardian, një ambient i vogël me ca krevata antike. Shiko, atëre nuk është ta vajtë e tje do të hapnin derën. Derën e hapën më vash me pak sjellje të mirë. Ajo ishte shtëpia, s'kishte tjetër. Pastaj kur çfarë virtytesh gëzon për italianët? Shiko, italianët përshtypjet e Italis janë këto, si thash. Se ti ke bashkëpunuar me ta. Po, si thash, çfarë do mbjellësh atë do korrësh. Nëse ne mbollëm një edukat të mirë, ata u sollën mirë. Se nuk mbjell një edukat të mirë, isha unë i detyruar t'i thoshe ati janë mirë mëngjesi ose buongiorno. Edhe kur i thoshe një herë ose dy herë, ata nuk të ktheni përgjigje, se kanë të vështirë, që duket vetja. Megjithatë, kur e pan që një herë, dy herë, i thua buongiorno, dhe ai e shikon që ti kërkon të bësh miqësi me atë, ta kthen.
Buongiorno të kthen edhe kafen, po do të dishin diçka. Kam qenë gjithmonë i pari që i kam dhënë kafe ose i kam dhënë një birrë italianit. Edhe se isha me ekonomi të dobët. Ndihesh vetëm Po, kam qenë unë dhe e kam detyruar unë që ai ka kthyer kafen mua ose se unë isha i vajtur atje, nuk. Po. Kështu që për ta bërë mik, si ta stimulosh, o një kafe, o një birrë, o një cigare. Po nga vetë qyteti, nga institucionet aty, se tashmë vjen një njeri realizuar atje dhe normalisht ju njiheni. Kam qenë i kompletuar. Do të thënë edhe nga institucionet, nga gjithë i kompletuar. Na kanë ndihmuar, na kanë respektuar. Nuk kemi pasur probleme. Janë sjell me ju si qytetar të atij vendi. Do të thënë, për çfarë do që ke pasur ndonjë problem, është zgjidhur. Ju jeni në shtetas atje italian? Unë aktualisht jo, po djemt që të gjithë e kanë marrë dhe që ka e merë tash në shtetësinë italiane. Vetëm ju dhe bashkëshortja? Unë se kanë të ma për arsye se duhet të jem puro shqiptar. Nuk do ta ndryshosh. Puro shqiptar do të thotë, shkot, të jesh në emigrim si qamu, dhe të vish në Gorisht, të duash vendin tënd. Unë isha Allah që të ketë edhe një 100 gorishot tjerë të paktën, që ta duhen si mua, se po ta duhen edhe 100 të tjerë, unë them se ky vend do marrë një zhvillim të papar. Do popullohet prapë si diku. Se nëse unë do t'i gëzojsha asaj qytetërimit italian, që mund ta marr ku dua se ka problem. Moderne, po duke e marrë atë, duke siguruar nuk dua vendin tim dhe e lash totalisht vendin tim. Me thënë, unë dua më shumë këtë vend, atje vajta për punë. Atje unë isha një emigrant dhe u integrova. Ndërsa të bash dhe qytetrimin, më mirë ta marrin fëmijët janë më të rinj dhe duhet që ata të vinë këtu të shikojnë domethënë se kush është tokë e tyre, rrënja e tyre. Se nëse edhe unë do bëja këtë që do thosha, mora atë qytetrimin italian, ha që dua Gorishtin. Ja. Unë pranova që Gorishtin ta mbaj deri në fund sa të jem unë. Babai më ka lënë. Nëna jeton? Nëna jeton. Sa vjeç është nëna? Nëna është 77. 77. Ku jeton? Aktualisht është në Rimini. Në Rimini. Është atje me ne. Babai si keni Babai në 2019, on nuk ishte Covid, po ishte se ai kishte pak diabet edhe ndoshta i vajti juri diabeti. Insulina që janë të gjërë. Edhe ndërroi jetë në Itali? Ndërroi jetë në Tiranë. Në Tiranë. A ke përjetuar keq? Në momentin që unë nisa që andej, sa arrita në Vlorë, ai kishte mbaruar, po mamaja mbasi hëngër më dhe buk. Sa hajta se do shkoni. Do nisem për në shkë. Fatikisht pasaj që hëngër bukën e babai u ka lënë. Unë nisa pasaj që dhe në morg, atje në Tiranë, gjeta një mikun tim që vajtën e të roqi me prunë në Vlorë. Ku e keni bërë ceremoninë martore? Në Vlorë. E keni varës në Vlorë? Në Vlorë, po. Nuk e sollët në Gorisht? Jo, në Vlorë kemi. Pse, tradita e do ta sjellësh në vendlindje? Ishte momenti Covid atëherë. Edhe nuk ishte shumë, ndoshta ishte e vështirë. Ishte momenti Covid. Edhe kishin këtë, domethënë, frikën e lëvizjes. Do ta sjellësh, si mendon, do ta sjellësh në Gorisht? Me të parë me të bërë si ta vendosi. Ai vetë kishte merak këtë? Ai thoshte varosëm këtu mbas shtëpisë. Se tradita e labit edhe shqiptarit në përgjithësi. Si është marrëdhënia me nënën? Spektakolare. Është e mirë. I them unë ne bashkë kemi këtizë të lidhur akoma. Sa e bukur kjo. Çfarë thot? Si e di, thot. Kam përshtypjen se ke qenë shumë i afruar me ata dhe je. Ja ti marrëm një mirësi se. Hajde ta gëzoj nëna. Është në Rimi. Ta gëzosh, dylbere apo jo? Ta gëzosh. Kam përshtypjen se është nga ato burrneshat e labrinit. Ja gjem fotografia aty është kjo. Po ma tregove? Po gjem se e ke. Më the tek një dasëm, ishit ja. Shikoj kjo aty, ja. Ha? Ja ku e ke, ja Dermania. Ja Dermania. Ja ku është Dermania këtu. Ke një ngjashmëri me prindrit e tu edhe me nënën dhe me babain? Po tash më kanë bërë Michel të mirë. Dhe i pari, fëmia i parë normale. Të gjithë fëmijët duhen, po i pari është gëzimi i parë dhe kështu që nuk e dhënë statusin prindër për e parë. Si u zhvillua ngjarja me profesionin dhe zanatin tënd në Itali? Ti mbarove këtu për Unë kam punuar minier si saldator. Po, saldator. Mbasi ikëm në Itali, në korik të 92-shit. Po.
ishte dikush që kërkonte atje domethënë për sadator, të reprezentoheshin si murator, që nuk ishin as murator, po dojshin të bëjnë diçka. Po. Më mori si sadator, dhashte provën dhe futën punë. Pas sa vitesh ndërtove oficinën tënde? Në oficinën time e kam hapur në 2003. Në 2003. Në 2003 dhe deri më sot se kam ndaluar. Asnjëherë. Çfarë bën aty ti? Unë bëj punime hekurit, 2 herë dritare, sallime nga më të ndryshme, makineri sallime nga më të ndryshme. Në sa qytete të Italisë ke mbërritur me punën tënde? Në punën time unë kam arritur në Gjermani e në gjithë botë. Edhe në Gjermani? Po. Po çfarë bën ndonjë gjë artizanale? Po gjëra dhe mia shitur edhe në Angli, Na në trego se Gjermani. kishe disa fotografi të tua aty të punës. Po. Do me thënë, vinë me porosi, bëhen me porosi. E bën porosin, edhe vjen e merr pastaj. Shikon ndonjë punim tëndin apo Shikon në internet. Edhe thotë dua kështu. Bën këto me foto dhe hekurit. Punime nga më të ndryshme. Punime nga më të ndryshme, sallime nga më të ndryshme. Këto përdoren për oficina, për çfarë Jo, përdoren? përdoren Apo dhe për për- banesa dhe për Këto janë protecion për në banesë. për banesë. Punoni vetëm? Ke punëtor të tjerë? Kur është që vinë punë shumë, fusin me rregulla 2 deri në 3 persona. Që ja. Për aq muaj sa na duhen. Kur është punat me intervale, e përballoj vetëm me makineri që kam. Na djemtë tu kush e ka marrë zanatin tënd? I vogli punoi 2 vjet sadator me mua dhe ikën në Zvicër. Është në Zvicër apo? Po, edhe djali i madh mësoi salltimi, po punon shumë në zyrën për ekonomi. Vajza për çfarë studion? Vajza për estetiste. Estetiste. E quajnë Melisa Ferraj. Melisa Ferraj. Një familje shëndosh me shumë mund dhe me shumë sakrificë që vendos që pas 35 vitesh sakrificë mund dhe djers të kthehet në atë. Pse ky vendim? Nuk është edhe aq e lehtë për të kthyer, po do mundohemi që ta bëjmë ne të lehtë. Që të kthehesh. Po tash mbas 35 vite punë atje, rreth 11 vjet punë i kam bërë në Shqipëri me gjithë ushtrinë, i bie që unë edhe sikur mos punoj më dal në pension direkt, se i bashkoj vitit e punës. Bashkon vitet e punës sepse dhe Po, joja më pëlqen të punoj se e kam forcën akoma. Megjithatë janë prag të 60 vjetorit, burrat ligji në Shqipëri 65 vjeç, dalin në pension, kështu që ke akoma kohë, Po 5 vjet, po të dua unë 5 vjet i bën totalisht. Po një njeri që ka 42 vjet punë, siç kam unë 3 muaj, dëshiron të punoj. mund të dalësh në pension, po unë dëshiroj të punoj. Dëshiron të punoj. Se Kjo jam është e drejta aktiv. jote. Je konsultuar me familjen për ta marrë këtë vendim? Jemi konsultuar, çdo gjë është okay. Ju jeni 5 persona, sa kanë qenë pro, sa kanë qenë jo. Çka? Tash i fëmijët është normale që thotë rini këtu se u du më afër se tani është çike. Po unë kam thënë, mos keni merak se vi unë se kam problem. Po bashortja? Ka dëshirë? Bashortja bazburit, Ka dëshirë të si s'ka. Bravo. Vjen mirë që gjithë Pse mos kjo kjo sakrificë gjithë kjo mund. Tani Ardian, ne tham që ju e keni ruajtur banesën, keni ruajtur themelet, ti ke bërë një investim madhor këtu, në këtë zonë ose në këtë lagje, në këtë vend ku jetime e shtëpi. Ke mbi 2000 rrënjullim the? Ne kemi një investim tek 2000 rrënjullim. E ke bërë ndër vite këtë në 35 vjet? Këtë e kam bërë 25 vjeçarin e fundit. 25 vjeçar. Pjesë, po kemi arritur me investimin e shtëpisë me ullishten 200.000 euro. 200.000 euro investim. 5 hektare gjysmë të mbjella, të rrethuara, të sistemuara, të mirë mbajtura. Jemi në sezonin e mbledhjes së ullimit. Tash jemi në sezonin e mbjelljes. Për ty s'ka qenë e lehtë, se e lehtë nuk është asnjë gjë. Mbledhjes së ullimeve na i E lehtë nuk është asnjë gjë. Kush ka dëshirë, ecën para. Do një çik gjak. Puls. Ti thua mbi 2000 rrënjullinj, sa prej tyre janë në prodhim? Janë të gjithë në prodhim? Janë pjesë. Se ata 20 vjeçar të japin rezultat. Edhe këta të tjerë që janë 10 vjeçar janë rezultat, edhe 5 vjeçari është në rezultat, po hyn. Janë ulliqë. Për një vit ose 2 vjet i ke totalisht prodhim. Bujron të punosh. Çfarë lloj ulliri janë? Ke Kalignot, ke Coronel, ke Frantoi, ke Lecino, edhe ulli buke. Sa prodhimtari, do me thënë, kur ka qenë viti më i lartë i prodhimtarisë së tyre, apo varet nga sezoni? Shiko, viti më i lartë është aktualisht ky prodhim që po marr tash.
Këtë vit. Ai që akoma se ka mbaruar. Është sakrificë gjatë vitit që ti mbash ullinjt, ti më mbash me... Sakrifica është kjo, domethënë që ata duan frezim, duan pastrim, duan të ish bistakët, duan spërkatje, dhe ne i përballoj. Vjen shpesh apo? 3.000 euro në vit shërbimi duan. Nuk janë gjë besoj për prodhimin që japi. Aktualisht 3.000 euro që unë i vazhdoj hedh, derisa ulliri të ngrihet. Kur ngrihet, pastaj është më pak. Ti jepaj. Sa litra apo sa kuntal vaj përkthehet këto 2.000 ullinj? Në sezon flasim, si ky sezoni këtë vit. S'kam arritur akoma që kur të bëhen ata 2.000 rënjë, domethënë që të hynë në prodhim të gjithë. Kenë një rezultat të mirë aty del, po me këto që po marr kështu domethënë. Ja, deri tash akoma në gjysmën e prodhimit i kam marr 30 kuntal. 30 kuntal. Po që janë. E tregtoni më një herë këtë vaj? Direkt i kam klientët. Janë klientë që rinë jetojnë këtu? Më merr në telefon direkt, vinë aty te makineria merr vaj. Sa kushton 1 litër vaj ulliri sot për sot? Aktualisht është me 8. 8.000 lekë. Po unë nga që kam klient përhershëm, e jap edhe 7.5 për arsye se e kam klient përhershëm. Që përhershëm, pra ruani ato marrë toja. Lëvizi çmimi do lëviz edhe unë. Është i vështirë mbledhja e tij? Jo, atje ku punohet me makinerin nuk është e vështirë, po atje ku punohet me krër, që është, domethënë, që ka pak mundim. Pra, kur thoni që do investim 3 milion lekë të vjetra ulliri në sezon, pa llogarit punëtori. Pa llogarit të vjeljen. Vjeljen, punëtori. 3.000 do edhësh pleun, do pastrimin e bistakëve, spërkatjen, prerjen e barit. Këtë vit në shtator, në fund të gushtit, fillimi shtatorit, ju zhvilluat festën e fshatit. Një festë tradicionale që bëhet faktikisht në sezonin veror kur vinë shqiptarët e migrantët, pothuajse në çdo fshat ose në çdo krahinë. Këtë vit u realizua në Mërtiraj, në lagjen Mustaj, ku kam qenë vetë moderatore dhe është organizuar pothuajse nga juve. Jo vetëm është organizuar, po dhe financuar festa, sepse normalisht ka kosto për të realizuar një festë tradicionale. Aq shumë tepër që këtu infrastruktura është shumë e vështirë, sepse ka një pjesë të mirë të rrugës Mërtiraj që të sjell, është e asfaltuar, po rruga që lidh Poçemin, por prap është e vështirë një pjesë e rrugës e saj që të vish me makinë ose të vish secili me makina që ka në shtëpi. Ishte e vështirë për ama qendra, vendi ku ju zhvilluat festën u realizua në mënyrë perfekte, pati pjesëmarrje, kishte numra që e plotësuan të gjithë festën, pra element që sollën në vëmendjen e të gjithë atyre njerëzve, atë çfarë ka ndodhur dikur. Pse kjo dëshirë? Shiko, kjo lindi, kjo dëshirë. Unë në një telefonat me një shokun tim, Petriti, Demaj, stashore, ta organizojmë këtë festin, tashun, se na iku fshatin në duart. Qa mua, po miro, dakord jam ati, ta po, do të marrë dikush telefon. Qa ndodh, marrë Arditin telefon. Arditin dhe regjizorin e emisionit autokton. Po, edhe regjizorin atë. Por e tashun kështu shumë. Bërë një fest në Mustaj në Mërtiraj. Po ku zaj? Po do ta bëjnë në Mërtiraj tash. Po mirë, bëm gjitha muhabetet, sa ditë të kohës të qyshe gjitha. Po, të gjitha. Edhe Arditi faktikisht... vendosëm datën, data ra, data 13, duhet bëjmë llogarit bëshin të paktën 400 ose 450 veta. Që të mblidheshin të gjithë, ta përjetonin këtë festë, sepse kjo është telefonatat që unë bëra, jo jam në punë, jo ande po këtej, jo shtyt datën, jo ande, shtytëm datën, dhe sa vajtë datë 13. 13, që t'ishin gjithë. Jo se caktova unë, po u caktova në disa persona që nuk u binte mirë për punën e tyre. Që të vinin, po. Nëse u realizua, vendosëm datën në kalendar, e atë datë e kam shnuar në kalendar. I kam thënë Petrit, kjo datë do ngelet, i thashë se s'kemi datë tjetër, se vetë shtyhet shumë. E la më datë 3 shtator, shumë bë. Ju faktikisht e latë aty, sepse festat e mëparshme ka pasur në Regjepaj, në Hadëraj, ose në saktë aty ku kanë pasur vendin takus më të lehtë për fshatrat, se ju gjithmonë si krahin jeni sjellë si një fshat i vetëm, pra 3 fshatra në një fshat. Se keni ruajtur ato marrëdhëniet tuaja edhe miqësitë, por edhe bashkëpunimin. Unë i kam ruajtur dhe i ruaj akoma, se unë
në gjithë krahin e Gorishtit. Këtu kam lindur në Mërtira, i Mustaj. Në Regjepa jam nip, e në adera i kam të gjysë, në adera i kam miq. I ke miq, kështu që i ke gjithashëm ti. Lapa e frënga e stregaj prapi kemi miq e shok, kështu që kemi miq e shok në gjitha drejtimet. Edhe e vendosa, ashtu si që vendosëm, ashtu u kryet. U plotësua dëshira juaj dhe të paktën u realizua ana teknike dhe gjithçka tjetër që mori përsipër edhe Arditi, se Arditi e telefonove si profesionist, po e telefonove si Gorishot. Inshallah ta ruaj Zoti se është djalë shumë i mirë. Edhe të vazhdoj kështu siç e ka. Po, janë të paktë njerëzit që bëjnë për fshatin, apo? Shiko. Ose mundësitë e njerëzve janë nga më të ndryshme. Është për mendimin tim jo se nuk janë të gjithë të zot ta bënin atë gjë. Po varet se kush është qeni i pari. Domethënë që u vendos, domethënë ta mendoj që natën dhe në harta edhe ditën. Ne e menduam natën dhe u hodh ditën. Edhe filloi aktiviteti. Një festë e cila u kurorëzua me pjesëmarrje, me ngjyra, me këngë, me muzikë, me valle tradicionale, me ushqimin tradicional, me mishin e pjekur, me rakin që e keni ju, me gjithçka shkoi perfekt. Së fundmi, për herë të parë në histori, pas 35 vitesh, rruga e Gorishtit ka qenë pothuajse në të njëjtat parametra me rrugën e Lumit Vlorës, që mbas 40 vitesh u vendos që të bëhej. U vendos që të bëhej sepse ajo rrugë lidhte shumë fshatra, por lidhte edhe rrugën kryesore që të çon në Himar, Sarand dhe më tutje. Pas 35 vitesh, ka qenë një lobim dhe një sakrificë e jashtëzakonshme e Arditit, që ka qenë një nga nismëtarët e parë, ku organizimet e disa dokumentarëve që kemi sjellë në transmetim me autoktonin për krahimin e Gorishtit, për problematikat, por pse jo deri tek përfundimi i protestave që u bën për të zhvilluar më tej këtë infrastrukturë dhe për të pasur një mundësi si gjithë të tjerët që të jetojnë edhe gorishotët ose banorët e kësaj krahine si njerëz normal. Më në fund, mbas 35 vitesh e mos më shumë, u desh një lobim i fuqishëm, Arditi rikrye dhe sot jemi në hapjen e rrugës dhe shtrimin me çakët saj apo jo. Po. Puna e kësaj feste, çat tashun që duhet ta mendosh natën dhe ta hedhësh në Arditën. E mendova natën dhe hodhën në Arditën dhe u shpejtua dhe mori ritme shumë të shpejta. Që të mblidhet gjithë krahina jon ku e vendosën në Mustaj këtë radhë. Se ta bëjmë herë tjetër edhe Regjepaj. Po. Dhe Arditi u mendua, tha, po, do ta bëjmë, tha, dhe do mundoj të mbledhëm sa më shumë gorishot. Për të ditur që, edhe për të thënë që gorishotët janë këtu, kanë qenë dhe janë këtu, se asnjë nuk e dinte që sa gorishot do vinin. Fatikisht në një kohë që ishte 13 shtator. Që njerëzit kishin ikur, po, nga emigrantë kanë ikur jashtë, ne jemi shumë të kënaqur që atje kanë qenë mbi 450, se unë te 300 veta i kisha vetëm karrike. I kisha të paguara karrike dhe e bëra llogarinë sa njerëz janë. Jemi shumë të kënaqur për pjesëmarrjen, për njerëzit që na nderuan dhe i kemi miq e shok dhe kështu duhet të vazhdojnë gjithmonë. Në këtë formë, siç e thash edhe unë atë ditë atje që të vazhdojmë dhe të kemi shumë dhe sa më shumë të mira në zonën tonë. Pas 35 vjetësh, një rrugë e cila ka qenë rruga e hershme e Gorishtit, më e shkurtër në kohë edhe në kilometra nga rruga që është përshkruar zakonisht, rreth 5 kilometra më pak, një rrugë që është 7 apo 8 kilometra, e cila sot aktualisht ne udhëtuam prej saj, u ngjitëm nga ajo rrugë dhe pam që kishte filluar gati në 1 kilometër apo 2 kilometra shtrimi me çakëll, hapja e trases edhe kanalizimet. Si e kanë përjetuar gorishotët? Gorishotët mezi e prisin atë rrugë. Mirë, po janë dy gjëra. Që Gorishti është krahinë e madhe dhe janë shumë lagje të shpërndara. Ajo rrugë mund të merret si rrugë qendre dhe lidhëse. Për të tre fshatra. Me thënë, lidhëse flas në drejtim që mund të nafta po doj mund të lidhi edhe në krau tjetër, në Begantini janë. Po ka dy rrugë për naftë. Mund ta lidhi në Llapaj nga doj. Po kjo rrugë që nga Mustaj të vesh në qap prallës, të lidhesh me Regjepa me Aderajt, është e domosdoshme. Pse? Pse se nesër ne supozojmë do bëhet festa prap. Në Regjepaj për shembull. Këta që jetojnë këtu në Musaj,
Thot, unë vetë e Regjepe, po nga do kaloj. Atëre do kalosh ta që për prallës. Dhe është rruga më shkurtër dhe të sjellë më parë. Kjo do jetë rrugë lidhse, që do lidh Haderaj, Regjepe. Ndërsa rruga tjetër andea, do të lidh punojësit e naftës dhe do të lidhë me pjesën tjetër. Shteti është në këmbë dhe të përgjigjet. Ne si çuna të fshatit, të gjithë krajinës, të lagjeve, po bëjmë pamundur me aq sa mund të mblidhen si fonde, të bëjmë pamundur. Pastaj bashkia dhe shteti do bëj punën vet. Po thuaj se banorët e kësaj krajine kanë më shumë se 35 vite që edhe që prindrit tuaj e kanë kërkuar, e kanë ngritur zërin edhe kanë trokitur në institucione. Po këtë herë faktikisht vlen për t'u falendëruar se do thonë të mirat edhe të këqijat. Unë e kam thënë, edhe në Rimini e kam ngritur këtë punë, edhe këtu e kam ngritur, dhe kjo rrugë do ishte bërë 60 vjet para, që nuk u bë, dhe po bëhet tash. Po 60 vjet para do ishte bërë. Pse? Se 3000 punëtor kanë ardhur këtu që mbajmë tonë në vegjëlin time. 3000 punëtor. A ne nga erdhëm ne tash në Aqeve Prallës, që quhet zona ku ka tokat Petridema, quhet zona Barat. Atje kanë qenë menza, ka qenë dhoma punëtorësh, 3000 punëtor me andej me këtu. Ka qenë një qytetërim i papar. Unë shikoj që këtu në Gorisht, domethënë janë mbi 300.000 rregullin. 300.000 rregull. E kupton ç'a bëhet? Pra vetëm mërtira e 300.000 rregull. Për komplet Gorisht si krajin, ka 300.000 rregull. Po. Diçka thot. Pra do thotë që njerëzit kanë kthyer dhe kanë investuar. Tashi, ne jemi në një vend aq të pasur sa që njerëzit nuk po e kuptojnë. Se ne kemi flori poshtë, po kemi flori lart. Domethënë floriri poshtë që është nafta, në floriri tjetër ngjyri verdh që është vaji i ullirit. Domethënë jetojnë në një vend shumë të pasur, po njerëzit ta kuptojnë. Në ana psikologjike ta kuptojnë që ne jetojmë në një vend të pasur. Dhe ai që është i zgjuar të shfrytëzoj këtë vend të pasur. Se mos të bëj kurrë në vlerësim që ama se Gorishti. Gorishti është i pasur. Shumë i pasur. Kush ja di Gorishtin? Më vjen mirë që përcjell të mesazhe edhe për të gjithë ata që e shikojnë të rinj, por edhe për fëmijët e tu. Ardian, unë do doja që ta përmbyllnim në një formë mesazhi për brezat, jo vetëm për rikthimin e tyre në vendlindje, kushdo në vendlindjen e tij, por për një mesazh të fuqishëm që njerëzit mos i humbasin asnjëherë shpresat. Është ajo që thatë, jo vetëm te biznesi, por mos humbasin shpresat se jeta mund të ndërtohet edhe aty ku nuk mbetet asnjë lule. Sepse vërtet ju jeni zhvendosur, fshati Mërtiraj për shkak të gazit dhe të naftës. Por shtëpit këtu shikohen që kanë filluar të lulëzohen, pra janë rinovuar. Tashi, me këtë që kam parë unë dhe shikoj akoma, të gjithë bafshatarët e mi, të gjithë krajinët Gorisht, janë kthyer në tokat e tyre. Dhe po i punojnë dhe po i ndërtojnë. Të gjithë po bëjnë në një objekt sado të vogël në pronat e tyre. Pse? Se është i domosdoshëm. Që ose njëri mbjell ka 2.500, 1.500 rrenjulli dhe e ka të domosdoshme që duhet një strukturë për mbështetje të kësaj prone. Po bën, po. Unë e kam se kam shtëpinë autoktone. Po atje ku jam, për shembull, më larg tokave akoma, mund të bëj një strukturë të vogël ku mund të çosh gjitha mjetet e punës. Jo që unë e kam hapur si fermer, domethënë për 2.000 rrenjulli unë e kam hapur si fermer. Po patjetër si kështu do ta pon status. Se nesër edhe vajin tënde shet më kollaj. Edhe do të shesh ullinj, kokë shet më kollaj. Po, kuptoj. Thirrja ime është kjo që për gjithë gorishotët, të rinj, pleq, fëmijë, të gjithë ta kthejnë kokën dhe ta kenë vëmendjen e tyre në vendin e tyre, në rrënjët e tyre, se janë shumë e domosdoshme, me eksperiencë nga jashtë vendit. Që po e them këtë, pse? Se kemi parë dhe andej domethënë që edhe kanë ikur në Amerikë dhe prindërit e tyre i kanë lënë rrënjët mbrapa, janë kthyer dhe kanë ndërtuar trojet e tyre. Kjo është me 100% këtë që po them. Çfarë mesazhi do t'u jepi fëmijëve të tu dhe bashortës? Mesazhi im është kjo. Për gjithë të që unë kam bërë dhe e kam lobuar dhe po loboj fort akoma, t'i dalë në mbështetje dhe ta mbështesin jo vetëm fëmijët e mi, po ta mbështesin edhe niprit e mi edhe ata që do vinë akoma. Do të vinë mbrapa. Po. Unë të uroj kthim të mbar, Faleminderit. një punë të mbar në vazhdim, jetë të gjatë. Faleminderit. Ty, bashortes, fëmijëve dhe pa çik gëzime në jetën tuaj dhe sa më Qofshin shumë. nderuar edhe juve. Shëndet. Para dhe gëzuar qofshin nderuar.